Content Portokalli do të startoj një emision i ri, i cili sipas modës së viteve të fundit nuk mungon në asnjë televizion shqiptar. Por, kushti vetëm është që duhet ketë një emërtim të huaj dhe emisioni ynë e ka këtë disponon. Nga stari i njohur, Voulez-vous! Pra, mirëmbrëma të nderuar spektator dhe telespektator. Nuk e bëre përshtypje fare që kërceva kaq shumë dhe u mundova? Jo, okej. Atëherë, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë risi televizive. Sot, unë jam moderator në emisionin e ri Voulez-vous. Në këtë reality show VV do të gjeni sensacionin, seksin, selfien, skupin, skandalin, siglën, një studio, një skenar dhe unë jam një star. Atere, me duartrokitje të mbajni këto duartrokitje dhe me disa ullërima po patët mundësi, le të ftojmë të ftuarin e parë për sot në studio, ai është Zoti Angel. Faleminderit. Zoti Angel, të falenderoj. Mirë se erdhe, publiku ju do, profesor. Ndihemi nderuar që keni ardhur në studion tim me profesor. Jeni një profesor i nderuar, profesor. Pusho, këtu e drejtoj unë emisionin, profesor Angeli. Të falenderoj për ftesën, ti them dhe unë dy fjalë. E mora vesh, profesor. Sepse juve jeni zëri im, sepse unë shkruaj edhe në gazetë, edhe në gazetë më fusin gjithmonë ke faqja 32, edhe faqja 32 përdoret për të lyer shtëpinë, e kupton? Pusho, profesor, se na ngre kohën televizive. Atëherë, Profesori Zoti Angel pra është profesor, është akademik, është profesor i asociuar, është docent, është doktor, është analist, është publicist. Profesor. Po, më thuaj. Shumë tituj keni, profesor. Si ka mundësi? Po nuk i kam gjetur në rrugë, mordial. Kam investuar, mi kanë dhënë kolegët kuadro, mi kanë dhënë lexo, shkruaj, kam fjetur mbi libra. Keni fjetur mbi libra, profesor? Interesant, ka fjetur profesori mbi libra. Profesor, nuk keni krevat në shtëpi, profesor? Nuk e kuptoj pse strapacoheni, profesor. Blini një krevat dhe flini si njeri. Profesor, kam një pyetje për ju edhe për interesin e publikut. Besoj publiku është interesuar të di diçka nga jeta intime e profesorit. Profesor, a bëni seks shpesh, profesor? Urdhë? Seks, profesor, seks, a bëni shpesh? Më fal, mordial, zbrit, ku ke ipur? Jo, nuk kam i por as sekundi, profesor, jam këtu, nuk kam i por as sekundi. Pra, profesor, a bëni seks shpesh? Qënge dhe humorist, mordial, Falenderit, profesor. Falenderit. Po që shko pyetje, si të gjithë, se juve nuk bëni? Bëjmë dhe ne, profesor. Jo për ndonjë gjë, po mora spunto nga ajo që sa po thatë ju, profesor, që ju flini mbi libra. Profesor, a keni fjetur ndonjëherë treshe? Urdhë. Publiku është i interesuar, është i kuriozuar që të di diçka rreth jetës suaj intime, profesor. A keni fjetur ndonjëherë treshe? Po edhe kemi fjetur, mordial, se LBT unë një gazonier kam me gruan time, nuk kam pasur para që të blesh shtëpi, prandaj kemi fjetur me Nashon, me Kriston, me Regjepin, me... E pra, plasi skandali në studio. E pra plasi skupi këtu në këtë reality show VV. Profesori nuk ka fjetur treshe. Profesori ka fjetur gjashtë. Kujdes, skandal. Profesor, kam një pyetje tjetër që besoj do t'jetë me shumë interes për publikun, i cili është i kuriozuar për jetën tuaj seksuale. Profesor, pusho. Profesor, pyetja është kjo. A flini lakuriq natën?
Por djalë, po që keni këto pyetje, po çan këto pyetje, që lidhje ka kjo me intimitetin tim se si fle unë, laguriç apo nudo apo si i thon. Gjendja këtu po bëhet hot, siç e shikoni dhe ju, a? Profesori... Ma falësh të vab këtu, apo më duket A mua? është profesor, a është doni që të ndezë kondicionerin, profesor, apo doni që të zhvisheni këtu për para publikut, profesor? Urdhë! Le t'ju ofrojmë pak skandal. Publiku është interesuar të shikoj çfarë ngjyre i keni mbathjet, profesor. Urdhë! Po, profesor. Ore djalë, po çikini këto që doni, more djalë, po çikini këto. Unë kam ardhur për të tjera gjëra, unë kam ardhur këtu të denoncoj skandali që po ndodh me librat shkollor. Skandal të nderuar miq, pra më në fund hym në temë skandal. Libri shkollor i kidnapuar. Urdhë! Ai po shkon drejt refraktirizimit. Urdhë! Profesor, na e shembullarizo të lutem skandalin. Shembullari... Po, na e ilustrifiko skandalin, profesor. To libra që... Profesor. Të lutem, to libra që po shkruan edhe në burg nuk duhet të futen to libra. Pikërisht, profesor, prandaj po them, le ta lupojmë pak problemi. Urdhë! Ta shohim me lup problemi, profesor. Më jep një shembull, ma shembullarizo. Urdhra. Gjua e klasës së 6. Okej. Urdhra. Po. Kujdes, skandal. Po. Kemi shkallët e nxitjes. Urdhër thot. Fjala urdhërore. Uli pantallona të shoh një herë. Ku skandali këtu? Po të lutem shumë, lutje thot. Ma jep kallashin të lutem se më duhet. Po të lutem shumë në shkollë, në klasën 6 që janë këto, të lutem. Ska skandal fare, profesor. Mos kërko borxh një herë, por 2 herë. Të kuptosh ç'është borxhi, që duhen fëmijës të klasën 6 të kërkojnë borxh. Profesor, po, pusho. Më pranoj ftesën në Facebook se të çava Kafkën. Të lutem shumë Nuk e kuptoj. Ku skandali këtu, profesor? Jo, nuk ka skandal, të lutem shumë. Sugjerim thot. Blije celularin Hemisfer 8 është markë e mirë 32 giga. Çu thuhet fëmijëve këto? Profesor, nuk më duket, edhe unë kam googulluar në internet dhe kam parë që Hemisfer 8 është 32 giga, është celulari mirë. Blijeni. Profesor, dua të di ku qëndron skandali. Ka rënë gjua, ka të ndisur mediokritete, ka rënë gjua në mediokritet. Tani më duket se hym në zemrën e problemit, profesor. Kam një pyetje për ju. Profesor, më thuaj. a keni rënë ndonjëherë nga kati i tretë? Që ma fut në këto linja, për qarë kam ardhur unë këtu, për qarë më thuati, kam rënë njërë fëmijë nga fiku edhe asë gjësë më gjeti, që lidhje ka kjo? Më thuaj qëfar, tash, unë po merim për gjuhën. Gjua, profesor, më duket se e gjetëm, tani kam një pyetje shkencore për ju, profesor. Profesor, edhe për interesin e publikut. A keni përdorur ndonjëherë gjuhën, profesor? Gjuhën, profesor, a keni përdorur ndonjëherë gjuhën, profesor? Rritëm sepse programacioni... Kam përdorur mërdjale, kam përdorur kur më thot gruaja provojnë që gjellën është e nxehtë është e kripur. Kaq më çikite ku kam marrë për librat këtu. Le ta dinamifikojmë pak bisedën, profesor. Njerëzit janë të kuriozuar. Ku është skandali? Çfarë skandali? A jeni Terezi më? A e njeh Nietzsche ti, a di ç'thot Nietzsche? Ore profesor. Po ti qoftë këtu me kujdes. Këtu këtë program e bëj unë me rregullat e mia. Ty nëse të pëlqen rri. Nëse nuk pëlqen rri. Nietzsche më thot, Nietzsche. Këtë program e drejtoj unë, Nietzsche le drejtoj programin e tij, ose po doje ftoj unë në emisionin tim. Ka Nietzsche do ftosh Mordjale, diti kush është Nietzsche apo jo? Nietzsche Mordjalin e Sadikut, ai që shet peshk aty tek lagja ime. Vazhdojmë, profesor, ku është skandali, profesor? Si mo ti që se të pash dhe jashtë lokalit që parë po pije diçka ti e bër për lutem, profesor. Ti e bër për ujë të ftohtë, Mordjale. Ti e për ujë të ftohtë. Profesor, të lutem për ujë të ftohtë, për ujë të ngrohtë, lutem të mos e banalizojmë bisedën. Të mos e ulim ritmin e bisedës, profesor. Me që jemi tek uji i ftohtë. Kam një pyetje për ju, besoj edhe për interesin e publikut apo jo? Keni interes të dini diçka mbi jetën e profesorit? Patjetër. Urdhë? Po. Atëre, profesor. Dushin e bëni vetëm apo me njerëz të tjerë, profesor? Po, profesor, skandal. Që keni këto pyetje më? Që shko pusje bëj unë dushin? Dushi është intim. Nga njeri them dhe gruas ma fërko kurizin. Po që lidhje ka kjo? Atëre kalojmë tek pyetja e fundit pa humbur kohë, dhe unë nuk mund ta lë profesorin pa i bërë këtë pyetje, pa e marr atë ekstraktin e profesorit, sepse është një djalë i zgjuar, një djalë i mençur, na i lupove problemin, na i ilustrifikove, profesor. Djali e tim, unë jam plak më po haj. Pyetja e fundit, profesor. Vetëm të lutem do më premtosh që do më përgjigjesh në mënyrë të ndershme, profesor. Të premtoj. Është një pyetje e rëndësishme, një pyetje pikante, profesor. Profesor, pyetja ime për ju është, ju, profesor, në dush, a masturboni? Urdhë!
Kjo është pyetja, profesor, ky është skandali, ky Ora, është u kam ardhur sensacioni. për të treguar ku po vete gjua shqipe ti më thua më këto jo kyçi jo dora çfarë më thua më djalë. Jeni në Terezi apo jo? E pra si që patë dhe vetë, profesori da solli skandali në studio, ky është televizioni i vërtet, ky është penetrimi të publikut, ky është skandali, do të shifemi javës tjetër. Publicitet!